Përshëndetem dhe i them mirëmëngjes zotit Kujtim Hoxha, ekspert për pensionet. Mirëmëngjes, faleminderit dhe kënaqësi që të kemi në studio. Mund t'ju bëj me dia siç u kanë bërë në fakt që nisjet programit gjithë atyre që na ndjekin, në javë tema e ditës që do të diskutojmë me të ftuarin numri në WhatsApp që mund telefononi dhe mund të bisedojmë së bashku për problematikën që keni me pensionin tuaj apo llogaritë dhe çdo gjë tjetër që le të themi keni merak dhe keni paqartësi dhe zoti Hoxha do të na shpjegojmë shumë, por që s'pari zoti Hoxha ne diskutuam përpara një muaji mos gaboj, ende nuk ishte bërë me dije indeksimi. Ne shkuam tek 3.4% që ndoshta ishte dhe mundësia, por më pas le të themi gjithë për llogaritje nxori indeksim 2.5% të pensioneve. Me ata që prisnin qytetarët pensionistë, ishte një shifër e ulët. Pritshmëria për patur një indeksim më të lartë ishte më e madhe, megjithatë ajo është fakt që nga 1 tetori i 2025-s edhe deri sa të bëhet indeksimi i radhës, pensionet do të trajtohen, këto që janë caktuar deri me 1 tetor, duke rritur me 2.5%. Kjo nuk u zgjidh në një problem thelbësor të qytetarëve, sepse çmimet me ndjesin e tyre qytetarët konstatojnë që çmimet janë më të larta në Tu ka pasur, le të themi, mendime dhe ironie deri nga më ndryshmet që vetëm një kafe mund të pish apo tjetër. Pastaj krahasime merren me produktet që përdorin pensionistët, me kafet, me ushqimet e domosdoshme, duke futur këto qumshin, bukën, djathin, mishin. Po i marrim si emërtime, po për shumë veta, për shumë pensionistë ato janë thjesht një ëndër, sepse nuk e realizojnë dot me këto çmime. Unë kam sjell edhe shembull që me 480 lekë që rritet pensioni në qytet, mund të që ishte nga niveli diku më i madh, pak a shumë. Ndërsa në fshat është 290 lekë. Po. Me 480 lekë ble në treg 300 gram djath. 300 gram djath i bie nga 10 gram në ditë. Ka që dhe përfiton indeksimi pensioni që është edhe mujor. Indeksimit, po kjo është thjesht për të ilustrua pastaj. Po e kuptoj. Ai është vlerësimi i paras. Me ato para që kanë patur para një viti, qytetarët nuk realizojnë dot ato produkte që kanë patur të realizuara një vit më përpara. Kështu që është një vëmendje të qeverisë duhet të jetë. Besoj tani le të themi ajo gjë e radhës shpresin pensionistët këto është bonusi. Po bonusi mbetet si... Jo, pa tjetër, ajo është, po themi njërë në vit ose në vërsi që si dhe sa jep qeveria. Ka premtuar që do të japë për çdo fund viti, dhe pritet që të ketë një bonus, sa do t'jetë ajo rreth nga të ardhurat që ka qeveria dhe nga mundësit pëse. Mënyra e të shpërndarit do të përcaktohet nga ligjvendësi duke nxjerrë udhëzimet përkatëse nëpërmjet edhe Institutit Sigurimeve Shoqërore, që është shpërndarësi faktikisht i të gjithë të ardhurave të pensionistëve. Ky është institucioni që bën menaxhimin e skemës sigurimeve shoqërore dhe mbetet për të parë. Këto pastaj lihen me afata. Deri para një viti ka qenë me afat që rezervoshe deri ta për të tërhequr bonusit deri në një vit. Tash i ka kaluar me 6 muaj. Me 6 muaj. E ka ulur ndoshta edhe për pas le të themi digjet. Edhe për shkak të asaj se derisa pretendojnë që duhet e kam nevojë emergjente. Po, skepse lën pas një viti, skepse lën deri aq e tjerë. E kuptoj. Ndërkohë ky 2.5% që i indeksimit besoj është tërhequr. Për pensionet e torit çdo pensionist e kanë marrë. Po, merr pensionin e radhës dhe e ka pjesë të pensionit në vazhdim pastaj. E kuptoj. Mirë, kemi një telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje Ombi. Përshëndetje, ju dëgjon edhe zoti Hoxha, nëse keni diçka për pensionet. Nuk di pensioni juaj apo tjerë, më thuaj. Na e thuaj të dyve, po. Me qenë që është ai ekspert aty, në studio, do ka që 2 fjalë. Unë kom dalë 2017 në pension. Po? Kom pas 35 vite punë libres pune. Kur ka fundi punës, vitet që kom punu
me ndërhojë në hidrocentrale nuk më ka figuru ashtë në kompjutera. Sa vite në hidrocentrale në para 90-ës? 16 vite, apo 20 vite. Nga fjërë zakomani i vaudenjë. Që unë kom merë me pension 100, ta shë nga bojë 160.000 lek, pensionim, me 21 vite punë, kur që tjere nga rumë. Në më thoni tako, 14 vite që më kanë humë. Nuk o hallim, po jonë edhe shumë tjerë. Ta shë, unë kopin e libres punë që kam më shpi. A mund të bëjë gjabë, pas mund të bëjë, që thëmë me shfertit për këtë punë. Po, zëti Hoxha, mund në të gjosh. Qëndronë në linjë, mund në të gjosh. Mi bazën e informacionit që jep qytetari dhe shqecimi që ka për pensionin e vetë, a i konstaton që një pjesë periudës së vjetërësisë në punë, të punuar para viteve 93, nuk është marë parasysh, por nuk në tha shkaqet, po sigurisht, për shkaqet e mosmarrjes parasysh të vjetësisë në punë, administrata e sigurimeve shoqërore mund të ketë konstatuar paregullsi të librezës punës. A i thanë librezi kam? Ose mund t'i ketë në librez, se atë sy po e tha dhe punë konkrete, në hidrocentrale, në gjitha këto veprat. E dim ku janë ato, të përcaktuara, por ka mangësi akoma në dokumentacionin që administron sigurime shoqërore në përmjet arkivës qendrore që ka në Lundër, aty janë depozituar të gjithë ndërmarrjet e mbyllura, aty janë dokumentat edhe të hidrocentraleve. Kryesisht deri para pak kohë kanë qenë të administruara nga sigurime shoqërore për një arkiv në Elbasan. Si mund të rekuperoj? Kjo rekuperohet duke ndjekur rrugët administrative. Do t'i bëj kërkesë në përmjet e Albanias sigurimeve shoqërore për ta rishikuar, për ta shqyrtuar pensionin, duke përcaktuar edhe këto periudha dhe ndërmarrjen ku ka punuar. Se bishë shumë vite i kanë humbur një farë mënyre, nuk dje ka bërë këtë ankes. Me përgjegjësi, administrata duhet të shikojnë se bën vaki, që ndodhë shpesh, që punojnësi që merret me evidentimin, me verifikimin e vjetësisë në punë, mos e këtë parë me kujdes, dhe ti këtë shpëtuar. Kështu që, kur i bën rikërkes për rishqyrtim, shikohet me përgjegjësi dhe nëse ata nuk i kanë, pasaj është negativ dhe duhet të ndikë rrugët administrative për të vajtë në gjyq. Në rastet e tjera, zgjidhet pozitivisht. Por kjo duhet bërë. Duhet bërë një ankes, kjo është pa tjetër dhe domosdoshme. Ju kuptoj. Faleminderit zoti Hoxha për këtë rast. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, si kaluat? Mirëmëngjesi, në përgjithësi mirë ju si jeni, ju dëgjoj me kënaqësi edhe unë edhe zoti Hoxha, mirë se vini në program. Vetëm të lutem me pak kujdes telefonin, mos u afro shumë ose mos afroni telefonin, një nga këto dyja. Po, ju dëgjojmë zotëri. Besoj po, ju dëgjojmë. Një pyetje dhe shka t'i bëj profesorit. Po, pa tjetër. Unë jam një nga ish-minatorët e kohës Partisë Punës. Ku eksaktësisht? Ta them, në nga prenja si marë. Po, ju dëgjojmë. Një nga minirat më të mëdha në Shqipëri. Që kanë qenë. Po? Tani përsa i përket pensionit tim, unë kam dalë me pension me 60%. Po? Më kupton? Po, zoti Hoxha ju kuptoj pa tjetër. Edhe, mu shamoshën 65 vjetë, edhe vjetë e punë që kisha gati 18-19 nënën tokë. Po? Nënën tokë. Po? Kur ka moshën 65 vjeç, unë nuk ka marrë asë një lloj shtese fare, thjesht ngeli kjo që ishte. Okej. Kaq është, okej, na dëgjo, të lutem aty mbaj telefonin, po zoti Hoxha. Atëre, sipas shpjegimeve që dha qytetari, ka dalë me atë reformën që doli në vitet 91 deri në 95, pra kjo është periudha që zotëria ka dalë me 60%, dhe si rezultat, ai e ka gëzuar këtë duke përfituar edhe indeksimet në vite,
ndërkohë në moshën 65, qytetari ka patur të drejtë të aplikojë edhe për pension suplementar minatori. Por, jo para vitit 2019, nëse e ka mbushur moshën 65 vjetë para vitit 2019, s'ka qenë ky ligj. S'ka qenë ligj. 57. Por 57 si datëlindje. Si ditëlindje. Po, 2 maj 57. Atëre zotërisë i lind me të drejtë, sipas moshës që tha, në 65 vjetë kur ka plotësuar, duhet të aplikonte, me që se ka marrë, duhet të mos ketë aplikuar. Se fakti... Keni aplikuar apo jo, se zëti? fakti... E kam bërë kërkesën me shërfuzuar në Elbasan. Shërfuzuar, ka arsyet e veta, jo, po me kaq shpjegim sa dha qytetari, ai ka të drejtë, sepse ai e ka përfituar këtë status. Domethënë, ka qenë minator në tokë që ka dalë me 60%. Dhe s'ka arsye të tjera që në një periudhë të dytë, të themi kur ka plotësuar moshën 65 vjetë, i refuzohet kjo kërkesë. Ato 18 ose 19 vjetë sa ka plotësuar qytetari për punë të kryer në tokë, do fitojë një shtesë 1% për çdo vit që ka punuar në tokë të pensionit që merr aktual. Dhe nëse se ka përfituar, ai çfarë do të bëj? Pra në sigurimeve shoqërore, nëse banon akoma në Prenjas, që është administrimi i drejtorisë rajonale të sigurimeve shoqërore të Elbasanit, ai duhet të aplikojë atje, pavarësisht se nuk ka sportele, mund të gjendet gjithmonë një njeri atje pranë, që ta ndihmojë për të aplikuar. Për këtë dhe jam i sigurt që nuk ka arsye E kuptoj. për të mos e Po, marrë. zotri, edhe diçka të lutem se na duhet dhe të vijojmë, patjetër. Edhe diçka që... Ato zyra në Elbasan, janë zyra konserv të themat, jesë futet njeri fare. E dim, po... Po, e tha zotri Hoxha. Në një mënyrë apo në një tjetër, ose edhe në Jelbenia. E kuptoj. Me gjithë me sa di unë kam vajtur në sigurime shoqërore të Elbasanit për një problem të ngjashëm, dhe me gjithë se është nuk u bën kontakte, me kërkesën që i bera atje në sporteli, doli drejtori dhe komunikuam. Faleminderit zotri, faleminderit që të ecim se edhe minutat fluturojnë. Kemi mundelisht një zonjë edhe një pyetje që mund pra ardhur që në të parë mëngjesit e Zotrin Hoxha, por mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se vini në program zonjë. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se vi gjej. Faleminderit, ju dëgjojmë me kënaqësi. Na thuaj. Unë jam një inxhiniere që kam punuar 3 vjet e 7 vjet. Po? Që nga viti 74 deri në vitin 2011. Po? Në çfarë fushe? Kam dalë në zbatim, inxhiniere në zbatim. Kam punuar në një kantier prodhimi parafabrikatës dhe më vonë në privat. Pas vitit 93. Po? Tani unë kam dalë në pension në vitin 2011. Jam me një pension që tavani ishte 252.000 lekë. Le të kishe paguar sa të doje siguracion. Tani nuk e kuptoj që neve nuk na të gjithë dhe ju shipen. Tani kush del në pension tani, inxhinierët marrin nga 50.000 lekë të reja në muaj. Po. Ne jemi me një pension minimal. Tani si mund ta kuptos që një inxhiniere që ka punuar në zbatim në një patjetër. Në vështirësi, se nuk e kemi pasur të lehtë punën. Absolutisht, e kuptoj zoti Hoxha. Mund ta dëgjoni ju lutem. Tani çfarë mund bëhet me pensionet tona? Pyetja tuaj është një pyetje interesante që shumë qytetarë të profesioneve nga më të ndryshme, duke futur këtu edhe inxhinierët e ndërtimit. Të lutem pak me telefonin, zonjë. Inxhinierët mekanik, jurist, ekonomist, edhe profesionet tjera që futen në profesionet e lira, të cilët ankojnë për pensionet e tyre të ulta, sepse kanë dalë në pension para vitit 2014. Është e vërtet si pas shpjegimeve që dha qytetarja, që në atë periudhë ka qenë ligji 7703 neni 31, 33 dhe 59,
që beshin 3 llogaritje të pensionit dhe merrej më e vogla. Domethënë është pa sens në koncept, se duhet marrë 3 llogaritë të merrej më e vogla. E para, e dyta, kishte nga llogaritjet merreshin kufizime, sepse pensioni në kohën që ka dalë zonja, nuk mund të ishte më shumë se 2 fishi i pensionit minimal. Dhe kse e ka zënë në momentin që pensioni minimal ka qenë 1248, shumëzime 2 vete në ato shifre që ta zonjë. Tani, krasuar, se gjithmonë kështu bëhen krasimet, duke marrë parasysh edhe iden që ka hedhur Instituti i Sigurimeve Shoqërore që për kontribute më të mëdha duhet marrësh pension më të lartë. Në rastin konkret, edhe për profesionet të ngjashme, për kontributet të ngjashme ka një diferencë me kolegët e veta që kanë dalë pas 2014. Dhe kjo është e drejtë. Rekuperohet apo jo, apo çështje e ligjit e tjerë. Si mund rekuperohet? Kto gjithmonë që nga koha kur ka dalë ligji 7703 në vitin 93, kanë dalë 5 vendime e Këshillit Ministrave që ka rregulluar këto anomali, po them, kur ndryshon ligji ka diferenca edhe logjike midis profesioneve. Zonja mund ta rregullojë? Dhe vetë nuk e rregullon ajo, është detyrë e qeverisë që me një vendim të veçantë, siç ka bërë ato. Po që zonja mund të të bëjë një ankesë apo diçka tjetër apo jo? Jo, pritet të dalë vendimi i qeverisë që të rregullojë këto gjëra, se s'është e vetme në këtë fushë. Po, e drejtë, ju kuptoj shumë qartë. Unë me qindra njerëz që më vinë edhe më pyesin për këtë. E kuptoj. Zonjë, kështu që do të jetë ai momenti për të zgjidhur problemin. Por që qeveria e ka në konsideratë zoti Hoxha. Po patjetër është për të rregulluar. Zonjë, të falenderoj. Edhe unë ju falenderoj juve, po inshallah ta gëzojnë para se t'iken nga kjo jetë. Të kesh jetën e gjatë dhe ta gëzosh sa më shumë. Të kuptojmë që kjo çështje mbetet me një vendim të qeverisë që të rregullojë këtë problematikë dhe këtë anomali. Faleminderit. Kemi edhe 3 minuta kohë se koha fluturon, kështu që telefonata e radhës. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje zotëri, pak shkurt edhe konkret të lutem. Mirëmëngjes. Thjesht për çështje kohe, jo për një gjë tjetër. Më thuaj. Na thuaj. Jam në qyteti i Shkodrës, në fshatin mes Shkodër. Po. Kam punën e pensionit. Kam dalë në pension para një vitit. Largoje pak telefonin, të lutem. Pak. Okej, aty? Kam dalë në pension para një vitit. Po? E kam bë kërkesë 2 edhe 3 herë tjera se më ka dalë pensioni, me fjalë më kanë humbë. Tana vitet që më kanë humbë. Po? 79 deri në 87 i kam pas me librez edhe nuk mi kanë prenue. Po, gati 8-9 vite punë. Çfarë punë e keni bërë në atë periudhë? Si zotëria që... Nërtim në shënje edhe në parafabrikat bujësor. E kuptoj. Okej. Zoti Hoxha? Na dëgjoj zotëri. Na dëgjoj thjesht për e kohën dëgjoj zotin Hoxha. Sipas shpjegimeve që bëri qytetari, atij mungoi një pjesë të vjetësisë në punë. Nuk e ka njëjtur periudhën para 93-shit, dhe cila në kohën që ka dalë zotëria, nuk ka dalë ligji, nuk ka qenë në fuqi ligji 7 i vitit 2025, i cili një a priori periudat e më parë. Po. Pra, ata që janë në një pension, pa dalë ligji 7 2025, të vetë me rrugë që e kanë në rastet kur administrata nuk konstaton vjetësi pune për munges të dokumentacionit, mbetet e vetë me rrugë mbetet gjyqi. Do kalojë në gjyq. Nuk ka rrugë tjetër për të zgjidhur këtë problem që ka qytetari. Mirë, faleminderit zotëri. Faleminderit, vetëm gjyqi mbetet, tha zoti Hoxha. Po. I kam me librez shkrume. Të kuptoj, e dëgjuam. E dëgjuam atë. Si duket libreza që tjetë e përdorshme, si dokument duhet të plotësoj disa kushte. E para, një duhet e plotësuar pa korrigjime, të ketë në nënshkrimin e punonësit të autorizuar që plotëson të librezën, dhe më thënë të punëdhënësit, njëkohësisht të ketë edhe vullat. Ju kuptojmë. Faleminderit, zotëri. Si duket ka në një... E kuptoj. E fundit fare, lutem se më bëri këtë pyetje edhe një kolege. Në momentin që ndron jetë bashkëshorti, zonja, pra bashkëshortja, të dy trajtohen edhe bashkëshortja patjetër që ka ndruar jetë me pension, por bashkëshortja që ka pensionin më të ulët, mund të marrë pensionin e bashkëshortit? Legjislacioni ka parashikuar që
një qift, kur shuhet njeri, ai që mbetet gjallë, ka 2 të drejta, të zgjedhë pensionin e vetë, nëse ka kushte për një pension, ose të marrë pensionin e burrit, ose të bashkëshortës. Bashkëshortës, ose të bashkëshortës. Në këto raste duhet kjetë parasysh që duhet plotësohen disa kushte. Para të ketë moshën 55 vjetit. Nuk mund të marrë më për para bashkëshorte. Po, këtë moshë dhe këtë kriteret e mirë plotësohen. Se trajto dhe momentalisht me pension, thjesht e ka më të ullët. E dyta, duhet kuptoj se nuk e merë pensionin e plot të burit. Merë 50% të pensionit të bashkëshorte. 50% të pensionit. Edhe krahason me pensionin që merë vetë. Qili tjetë më i lartë, atë do të zjedhë. Nuk mund t'i marë, ose ka raste që qytetarët nuk e kuptojnë të marrë edhe këta edhe ata. Do marrësh njerë. Vetëm njerë. Vetëm njerë. Nëse merë të bashkëshortit, merë 50% të bashkëshortit. Dhe bëllonërë. E kuptoj. Zotë Gjoa, faleminderit. Faleminderit shumë kënaqësi, me shumë dëshirë dhe interes të pa në shpirtin të shumta. Shpresoj që t'ju kemi sërish edhe për diskutuar edhe pak më gjatë për pensionet, se është një çështje që gati nuk mbaron kurrë për këtë kategori të caktuar.